po kjo është dobësi e jona si Shqipëri dhe faktit që ne përfaqësohemi me një individ të tillë që ka vënë Shqipërinë në shitje për sa kohë që ata mbyllin një sy dhe e lën të sundoj. Kjo gjë nuk po ndodh më. Këtë po përpiqesha të thosha, sidomos në muajt e fundit, sepse janë kaluar aq shumë vija të kuqe dhe është bërë aq problem kryeministri shqiptar, qeveria shqiptare, qoftë me kartelet e drogës, qoftë me çështjet e sigurisë kombëtare rajonale apo të NATO-s, sa ata nuk mund të mbyllin më asnjë sy as të dy sy siç kanë bërë për shumë kohë. Asaj që e cekëm pak më parë, që çfarë të bëj pa të mbyllur. Nëse vazhdon ky presion i jashtëm në rritje, bashkuar me presionin e brendshëm në rritje, sepse njëri presion pastaj rrit depresionin tjetër dhe anasjelltas dhe hym në këtë rreth, është çdo qeveri bie, çdo autokraci bie. Por do duhet të ketë një qendres me protestuesit në shesh, që do duhet të vazhdojnë në mënyrë që të rritet presioni dhe tek partnerët tanë ndërkombëtar dhe të krijohet kjo sinergjia. Në qoftë se qeveria Rama, në qoftë se kjo ndodh, qeveria Rama largohet, futemi në një qeveri tranzitore, kujdestare, ta quajmë se dua, teknike, me njerëz që nuk bëjnë pjesë në parti politike, të cilët do kenë detyrën e vështirë, por të rëndësishme dhe të domosdoshme, të përgatitjes së zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në këtë vend. Dhe më pas do arrijmë në atë pikë që thoni ju, që për të garantuar rotacionin politik, pasi të kemi në një farë mënyrë neutralizuar këtë problemin e krimit të organizuar që pengon rotacionin, aty do t'i takoj Partisë Demokratike që të ngrihet në lartësinë që i kërkojnë shqiptarët dhe të krijojë këtë frontin e gjerë fitues për të fituar zgjedhjet. Po ne nuk jemi akoma në këtë pikë, sepse që të jemi në këtë pikë do duhet të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme që në këtë vend nuk ka. Nikola, ju jeni shumë drejt të parashtroni mendimin tuaj, edhe individual dhe si forcë politike, është shumë koherent bazuar në ato fakte që ju përmendët. Por ka një narrativ tjetër, bazuar në fakte, po themi alternative, të cilat paraqiten nga rilindja 2.0, siç e ka quajtur zoti Rama së fundi, e cila në ato disa gjëra tjera, në ato që rruga drejt integrimit evropian është tashmë e shtruar dhe ne jemi në kilometrin e fundit për të përdorur Më fal që ty ndërpres, unë zakonisht nuk ndërpres, po ky nuk është fakt. Ky është opinion. Jo, ky opinion, më fal, bazohet në këto fakte, pra që janë hapur gjithë kapitujt brenda një viti, pra ndryshe nga vendet e tjera të rajonit, në faktin që sapo mbyllën 3 kapituj, në premtimin që është bërë edhe në praninë të zonjës Martakos, që kapitujt e tjerë janë rrugës drejt përmbylljes së tyre, disa prej tyre. Pasa këtu mund të bëjmë debat për shumë prokurimet publike, zoti Rama thotë është një nga kapitujt më të mirë, ndërkohë që Bashkimi Evropian thotë është një nga kapitujt më problematik, si siguria ushqimore që u përmendet si 24, 25, 27 apo një mbyllen këto për një vit. Por kjo është pastaj ajo që ka deklaruar zyrtarisht zoti Rama. Tjetra është fakti që samiti NATO-s, megjithëse në samitin e Ankarasit nuk morën një datë dhe një vend të caktuar, pra në komunikatën zyrtare, por pati të zotit Mark Rutte, që është sekretari i përgjithshëm i NATO-s, i cili në një farë mënyrë mundua ta faktorizonte zotin Rama edhe me prezencën e zotit Trump, sikur e pam në video, i cili e konfirmoi të paktën në konferencën që ata bën me zotin Rama, pikërisht Tiranën si vendi pritës pavarësisht datës që ende ngrihet për të caktuar. Pra nëse Tirana do arrit të mbajë samitin e NATO-s, pra në një vit zgjedhor, gati në një kohë me zgjedhjet lokale, kjo do ishte një fitore gjeopolitike e jashtëzakonshme e zotit Rama. Kështu që pra ngret e thash për të konfirmuar kjo fakti që do vi presionin në jashtë në rritje apo do vi në ulje. Domethënë është thjesht dy gjëra shumë shkurt për samitin e NATO-s. Në fund të çdo samiti që mbahet, del një komunikat zyrtare dhe në fund thuhet e njëjta që ka ndodhur 21, 22, 23, 24, 25, 26 nuk ndodhi. Thuhet takohemi me pak fjalë vitin tjetër në këtë vend specifik. Nuk ndodhi këtë vit. Pse 2026 ishte përjashtim? Ndoshta për shkak të zotit Trump që skeptik mbi samitet e këtij lloji. Samitet nuk do t'i vënë ndrynin ata samiteve. Mund të thoshin pas 2 viteve kemi rënë dakord ta bëjmë mirë në 2 vite. Ose mund të thoshin që data ngelet për të përcaktuar, po do jetë Shqipëria. Tani mediat ndërkombëtare kanë raportuar që ka një kundërshti të fortë të administratës amerikane që samiti i ardhshëm të mbahet në Shqipëri. Pse? E para janë gjithë këto arsyet që unë listova, sepse nuk duhet të jesh gjeni që ti kuptosh këto sinjalet, sepse po e thon shumë shkoqur. E thotë ngarkuara me punë, e thotë Departamenti i Shtetit, Shqipëria është një vend korridor i sigurt i trafikimit të kokainës dhe të heroinës. Qysh mund të bëhet samiti në Shqipëri pa u zgjidhur ky problem?
Dhe pa u larguar personi që garanton këtë sistem. Dhe ato dronë që do prodhoj kompania shtetërore Kajo nuk do na vlen domethënë? Ky është lajmi. Mos i futemi Kajos pastaj që ka probleme jashtëzakonisht shumë të mëdha. Atje, po kjo është histori më vete, do duhet të vi një herë tjetër për të sqaruar çështjen e Kajos. Ndaj ky është elementi i parë. Elementi i dytë është që Shqipëria dhe opozita e ka ngritur në komision parlamentar, Shqipëria ka gënyer NATO-n për sa i përket përqindjes së prodhimit të brendshëm bruto që i kushtohet mbrojtjes. Sepse ka thënë që ne jemi mbi 2%. Është çështje tjetër pastaj që ata kanë vendosur, NATO ka vendosur që duhet 5%. Ne akoma jemi tek asnjë vendi NATO-s nuk ka 5%. E ka Polonia në Moskva. 3.6% është për këto shpenzimet bazë, po themi. Jo, është e përgjithshme sepse ndajnë 1.5%, po objektivisht 5%, 1.5% është 1.5 është. Po dhe nuk e librazhi tani është futur $600 milion kam përshtyp euro i librazhit është futur si pjesë e NATO, si korridorit. Këtë do them. Po Polonia është diku te 4 në mos gaboj, duhet ta verifikoj këtë gjë, ndërsa Shqipëria është akoma jemi tek 2 zyrtarisht dhe siç raportojnë mediat ndërkombëtare, Shqipëria ka gënyer edhe për 2% dhe sërish kjo është e verifikueshme shumë lehtë sepse mjafton të kërkohet online dhe media hollandeze, media të tjera të vendeve të Bashkimit Evropian ngrenë këtë shqetësim. Pse si ka ndodhur ky, po themi thonjza mashtrim. Në shpenzimet për mbrojtjen futen dhe shpenzime të tjera të cilat nuk i përkasin mbrojtjes. Kanë futur nga emergjenca civile tek shpenzime të tjera, aty tek sigurime shëndetësore, se që janë calinja. Emergjencat civile kaluan në një ministri në misin tjetër, pra zyrtarisht janë në rregull. Po, janë klasifikuara tek mbrojtja. Po. Dhe i kaluan nga Ministria e Brendshme te Ministria e Mbrojtjes. Dhe me të gjithë këto elemente të tjera që nuk kanë të bëjnë me mbrojtjen, ne shkojmë tek 2%. Në qoftë se heqim këto, jemi te 1.5%, 1.6%. Dhe Meloni urën që lidh Sicilinë me kontinentin tjetër që ka një projekt i vjetë i Mussolinit e ka futur te 1.5% i ndëlidhjes, që është brenda 5% që do të arrisë objektivi Italia. Pra dhe shtetet të tjera kanë bërë këtë mekanizëm, nuk është vetëm Shqipëria. Nuk është tamam ashtu sepse nuk fusin këto, ka një përkufizim të qartë NATO se cilat zëra buxhetor, ka një përkufizim të qartë NATO, një herë tjetër ndoshta mund ta kërkoj dhe ta sjell, një përkufizim të qartë se cilat klasifikohen në zërat buxhetor si shpenzime për mbrojtjen. Dhe unë e kam parë vetë këtë sepse jam në parlament si këshilltar për sigurinë, dhe kur ishte buxheti e kam parë këtë çështje dhe kemi ngritur atëherë si shqetësim që ka shumë zëra buxhetor të klasifikuar si të mbrojtjes, por në fakt nuk kanë lidhje me mbrojtjen. Dhe tash kur e kemi kuptuar ne këtu, imagjinoni ata të zotrinjt atje që merren me këtë punë, me këto auditime e kështu me radhë. Tu rikthyer semi dhe në limitet asaj që ishte elefanti në dom apo pyetja kryesore, si do arri Partia Demokratike gjithë uragan pa kënaqësish popullore të grupeve të ndryshëm si kundër ju e thatë ta përkthej në kapital elektoral, se po se bëj Partia Demokratike si forca kryesore e opozitës, kush tjetër do ta bëj? Apo jo. Pra si do arriti unifikoj aktorët e faktorët, duke filluar fillimisht me partitë opozitare parlamentare, flasim Shqipëria bëhet, mundësia, lëvizja bashkë, ndoshta jo se ideologjikisht është më vete, por mandej dhe partitë dhe grupimet e tjera shoqërore. Ka përpjekje për ta bërë këtë, pa diskutim, kanë filluar që më përpara dhe nga faktorë të tjerë dhe të shoqërisë civile, apo faktorë të tjerë opozitarë, zoti Asimja me forumin që ka ngritur së bashku me intelektual të tjerë të nderuar, dhe ka bërë bashk pjesën më të madhe të partive opozitare, kam përshtypjen vetëm një parti parlamentare opozitare, aspekti i qendrës djathtë nuk është pjesë e kësaj tryeze, pjesa tjetër është e bashkuar, kanë rënë dakord këto parti për një propozim për sistemin zgjedhor, siç e thash më herët, proporcional kombëtar me lista të hapura, që është dhe një kërkesë e pjesës më të madhe të themi me një prag 4%, që është një kërkesë e një pjesë të konsiderueshme të shoqërisë shqiptare. Po unë sërish i rikthem asaj që thash më herët. Nuk jemi në pikën sot që do shkojmë në zgjedhje nesër. Sot jemi në pikën që përtej dallimeve që ne kemi me njëri tjetrin, dhe unë përfitoj nga rasti për ta bërë dhe si thirrje këtë, ne do duhet të bashkohemi me këtë qëllim që kemi, që është largimi i kësaj qeverie që është antishqiptare. Sepse një qeveri që dëbon mbi 40% të popullsisë së vet nuk mund të quhet ndryshe veçse antishqiptare. Ka një element që duhet ta merrni në konsiderat. Elementi që duhet të merrni në konsiderat është që është një makineri elektorale
e cila funksionon gjatë gjithë kohës, Patjetër, po Partia Demokratike nuk prisni 6 muajt e fundit për ty në zgjedhje lokale. Absolutisht jo, unë nuk thash këtë. Unë e kisha tek bashkimi në një front elektoral. Sot jemi tek bashkimi në një front patriotik për të larguar këtë qeveri, siç e thash, anti-shqiptare, për të shkuar drejt një qeverie kujdestare që të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, për të garuar me një farë seti rregullash loje që të jenë gjitha partitë të barabarta. Zoti Rama ta pranoi këtë, se Zoti Rama s'po pranon, nuk po pranon mandatin e zonjës Balloku, nuk pranon. Zoti Rama këtë pranon nëse rritet presioni, e thash, presioni i brendshëm, presioni i jashtëm. Dhe natyrisht ky presion do duhet jetë dhe mbi elementet e drejtësisë së re që do duhet të bëjnë punën e tyre. Pra do duhet jetë një presion i gjithanshëm që vjen. Unë e thash dhe e ripërsëris sepse është shumë e rëndësishme. Do duhet jenë gjithë elementet e shoqërisë. Fakti që ju e keni anatemuar drejtsinë e re shpeshherë. Ne kemi anatemuar ato segmente të cilat janë për tu anatemuar. Spakun ju e quani skap, fjala bie. Nuk është tamam kështu, janë ngritur shqetësime dhe nga kryetari i Partisë Demokratike dhe nga elementet tjera për drejtuesin e kaluar të Spakut, për elemente të ndryshme brenda Spakut, sepse ne nëse kemi informacione për individ të caktuar dhe mbyllim gojën, jeni të kënaqur me drejtimin aktual të Spakut? Nuk do ishim duke bërë detyrë. Jo, do duhet të bëj shumë më shumë, por do duhet dhe ne si shoqëri të rrisim presionin ndaj këtyre organeve të reja të drejtësisë, që të bëjnë punën e tyre, mos të merren të përsekutojnë liderin e opozitës apo liderët e opozitës në një vit zgjedhor, dhe mos të merren me krimin e organizuar, me kartelet e drogës apo me financimet e paligjshme që mund të bëhen këtu. Po ky është njëri segment i punës tonë. Pra, bashkimi në shesh, një të gjithëve përtej dallimeve që ne kemi. Tjetri është puna jonë në terren si parti politike që ne jemi duke e bërë, janë deputetët, janë anëtarët e kryesisë, janë të gjithë struktura drejtuese të Partisë Demokratike, është baza e Partisë Demokratike që nuk rresh së punuari. Janë ditë për ditë në punë të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike për të qenë sa më afër qytetarit shqiptar, për të parandaluar ose për të mos ta lënë qytetarin vetëm përballë presionit të madh të kësaj makinerie, siç e thatë ju, të patronazhistëve e kështu me radhë. Është ripërtëritja që po bën Partia Demokratike brenda strukturave të saj. Pra, Partia Demokratike është në një betejë shumë planshe. Ne nuk zgjedhim një betejë dhe lëm këto të tjera. Unë kur them që ne jemi në një front patriotik në shesh, nuk do të thotë që ne kemi lënë këto elementet e tjerë pa adresuar. Tani me që dolët shtek, dhe kjo është pyetja e fundit fakt për shkak të kohës televizive. Pikërisht disa në elementet që kanë çeduar te Partia Demokratike në raport me Partinë Socialiste, për shkak që nga më ndryshme historike të tjera, janë strukturat organizative. Fjala bie, Partia Socialiste ka struktura masovike, organizative, të ndihmuar dhe nga fakti që janë në pushtet prej 4 mandatesh, edhe nga ushtria patronazhistëve dhe nga administrata publike, të gjitha këto që ne i përmendëm. Ndërkohë Partia Demokratike e para nuk i ka disa nga këto element për arsye historike, disa nuk i ka se është jashtë pushtetit prej 4 mandatesh. Si do arriti ka përcej këto handikape Partia Demokratike? Është kjo ripërtërritje që ka shpallur Partia Demokratike, a jep një kump shpresdhënës për pjesën më të madhe, flasin për elektoratin ngri, jo për militantët e Partisë Demokratike, për të mundësuar tranzicionin apo më saktë rotacionin politik. Pa diskutim. Unë kam këtë bindje që është një trekëndësh i cili do duhet forcohet në veprimtarinë e çdo partie politike, po për mua ka rëndësi Partia Demokratike, domethënë, që është puna në terren, që është e pasvendësueshme. Ne e kemi thënë dhe në kuvendin kombëtar të para pak javëve, po edhe vazhdimisht, që në qendër të veprimtarisë Partisë Demokratike është militanti, është seksioni. Pra, ai grupimi i njerëzve më i vogël në bazë, të cilët punojnë për ditë pa u lodhur, duke sakrifikuar, duke mbajtur dhe gjithë presionin mbi sy. Ato vote keni pasur zoti Keti, por në arsit me një votë ngri, votën e lëkundër. Po të ndiqnin logjikën, unë do shkoj aty, po do duhet kuptuar si funksionon, se unë mund ta them, ne do luftojmë për të marrë votën ngri, nuk thot asgjë. Unë po ju them si do shkojmë tek vota ngri. Kush është ndryshimi në vizionin ton për të vajtur tek vota ngri, në punën ton organizative, ideore, të alternativës e kështu me radhë. Baza është aty, është seksioni, është i atyre njerëzve, burra dhe grave të nderuar që punojnë pa u lodhur, duke sakrifikuar, pa kërkuar gjë në këmbim dhe bëjnë një detyrë patriotike në fund të fundit. Ne kemi rikthyer fokusin këtu te kjo bërtham për të forcuar atë, nëse është bërthama e fortë, më pas të gjithë shtresat e tjera që ne i shtojmë forcohen.
Ndaj fokusi është aty. Pse e përmenda që parë se është shumë e rëndësishme. Ne nuk mund ta lëmë qytetarin shqiptar vetëm përballë presionit patronazhist, përballë presionit të gjithë kësaj makinerie të madhe. Është kjo bërtham që është në krah të qytetarit shqiptar, që kur qytetari shqiptar ka një problem të di ku të shkojë. Dhe nëse ne forcojmë këtë bërtham, nëse shtojmë njerëzit aty, nëse puna bëhet aty, qytetari shqiptar nuk është më vetëm. Dhe patronazhisti stepet.